Почитуван вице-премиере, почитувани присутни, денеска е задоволство за мене да присуствувам на ова јавна дебата што се однесува до новиот правилник за обновливи извори, но истовремено и за уредбата, еден процес кој го започнавме претходната година заедно со нашите партнери USAID, но истовремено со кабинетот на вице-премиерот, со сите затегнати страни, на најможен транспарентен начин да донесеме нов закон за енергетика, а во моментот се подготвени и подзаконските акти и како што спомнав и правилникот и уредбата. Ние како Министерство за економија сме работиле посветено и би сакал ова прилика да им се заблагодарам и на секторот во Министерството за економија, секторот за енергетика, кои и биле вклучени, што се однесува до работната група кои ги подготвиле овие подзаконски акти. Како што спомна и вице-премиерот, ја не би навлегувал што све е во подзаконските акти и во правилникот уредбата, и јас само би сакал да давам мојата порака дека ние посветено ќе работиме за сите овие што се предвидени тука да се имплементират што побрзо во Република Македонија и ние да ги зголемиме капацитетите што се произведуваат од обновлива енергија во Република Македонија. Јас ќе продолжам сега и на албански јазик, тоа што и вице-премиерот го објаснуваше, за да имате и медиумите, но истовремено и присутните што зборуваат на албански јазик, накратко да давам све што е предвидено тука во правилниците до уредбата. Pra të nderuar të pranishëm, të nderuar investitor në Republikën e Maqedonisë, të nderuar investitor potencial sa i përket sektorit energjetik dhe energjisë të ripërtrishme pikërisht në vendin tonë. Sot ne si qeveri para jush sjellim edhe aktet nënligjore të cilat dalin nga ligji i ri për energjetik, marr parasysh që në maj të këtij viti ne miratuam në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë një ligj plotësisht të ri, i cili është kryesisht dhe i harmonizuar në mënyrë detaje me ligjin për energjetik të cilën e shfrytëzojmë vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, ku janë transponuar direktiva drejt për drejt edhe në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë. Një nga direktivat e transponuara është edhe direktiva sa i përket energjisë ripërtrishme, andaj sot sjellim aktet nënligjore dhe regulativat të cilët dalin nga ky ligj dhe pikërisht me sjelljen e këtyre dokumenteve ne si qeveri do të fillojmë edhe implementimin në praktik të ligjit të ri për energjetik. Dua të theksoj faktin që kemi paraparë që pikërisht anvisrive t'u japim mundësinë që jo vetëm të konsumojnë energji elektrike, por njëkohësisht të kemë mundësinë që edhe ato të prodhojnë dhe prodhimin shtesë nga konsumi të kemë mundësinë që ta shesin edhe në tregun e Republikës së Maqedonisë sa i përket energjisë elektrike. Njëkohësisht me këtë, në Republikën e Maqedonisë kemi paraparë që të rrisim edhe instalimin e farmave apo termoelektranave të cilët dalin nga energjia e ripërtrishme, marr parasysh këtu fotovoltaikët, elektranat me erë, po njëkohësisht edhe biomasën edhe biogasin. Andaj, që nga fillimi i vitit të ardhshëm, ne si qeveri kemi përcaktuar lokacionet të cilat çdo investitor potencial do të ketë mundësi që t'i shfrytëzojë dhe të investojë në farma fotovoltaike diku rreth 30 megawatt më shumë dhe në një prej 3 pra deri në 30 megawatt. Marr parasysh këtu që ne duam që të kemi mundësinë që edhe investitorët e vogël, por njëkohësisht edhe investitorët e mëdhenj të kenë mundësinë që të investojnë në Republikën e Maqedonisë. Ne si ministri do të vazhdojmë që të sjellim masa, por njëkohësisht edhe zgjedhje ligjore, të cilat do të jenë në interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe do të jenë në interes të çdo investitori momental dhe investitori potencial. Me të vetin qëllim që të prodhojmë sa më shumë energji elektrike në vend dhe
të mos jemi të mvarur nga importi i energjisë elektrike. Marr parasysh që temë kryesore është për momentin edhe pra ajri në Republikën e Maqedonisë dhe ndotja, kjo do të ndikojë pikërisht edhe në zvoglimin e ndotjes në Republikën e Maqedonisë, të cilën ne kemi nga instalimet momentale sa i përket prodhimit të energjisë elektrike. Unë edhe një herë dua të siguroj ju, po njëkohësisht edhe qytetarët, se pikërisht vitin e ardhshëm ligji i ri për energjetik do të jetë në zbatim dhe do të fillojë implementimi i tij. Ju faleminderit. Министърът безпише. Значи ja këso pra në albanski jezik dhe nëse повторим sa vicepremierët, të nderuar përfaqësues të medjave, sot është kënaqësi që pikërisht të marrim pjesë në debatin publik, ku të gjithë të përfshirit në sektorin e energjetikës do të kemë mundësinë që të shohin edhe propozimin nga ana e Ministrisë së Ekonomisë, një propozim sa i përket akteve nënligjore të cilat në bashkëpunim edhe me institucione të tjera përfshirë këtu USAID-in e BRD-n, po njëkohësisht edhe me kabinetin e zëvendës kryeministit për çështje ekonomike Koço Angjushev, e kemi përgatitur kur japim mundësi të rregullatsojmë edhe ligjin për energjetik, pra me sjelljen e akteve nënligjore dhe rregullave të tjera të cilët përcaktohen në këtë ligj, ne do të mundsojmë të gjithë ambisërive që përveç që të konsumojnë energji elektrike, ata të kenë mundësi edhe të prodhimit të energjisë elektrike, po njëkohësisht në Republikën e Maqedonisë me sjelljen e akteve nënligjore do të japim mundësinë që të instalohen edhe 200 megawatt energji elektrike pa prodhim nga dielli apo fotovoltaik, ku Republika e Maqedonisë në kuadër të programës së Ministrisë së Ekonomisë do të përcaktojë lokacione, të cilat do të jenë lokacione me pronësi shtetërore dhe në mënyrë transparente në thirrje publike të gjithë të interesuarit do të kemë mundësi që të investojnë në Republikën e Maqedonisë sa i përket energjisë ripërtishme. Edhe një herë dua të theksoj faktin që sot jemi këtu të mbledhur për të diskutuar në mënyrën sa më transparente dhe të sjellim edhe aktet nënligjore në mënyrën më transparente të mundshme, ashtu siç e sollëm edhe ligjin e ri për energjetik, i cili është plotësisht i harmonizuar me direktivat e Bashkimit Evropian, përfshirë këtu edhe direktivat për energji të ripërtishme. Faleminderit.